Dashi. Mundohuni të jeni sa më të sinqert me partnerin tuaj gjatë kësaj dite. Mos lejoni që dyshimet ose pasigurit t'ju ndikojnë. Tregohuni më të vendosur për hapat që duhet të hidhni dhe mos ndryshoni mendim vetëm sepse dikush ju kundërshton. Nëse jeni në një lidhje, mos e provokoni partnerin, pasi mund të lindin tensione të panevojshme. Toleranca dhe mirëkuptimi do jenë çelësi i harmonisë. Ju beqarët do ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat dhe mund të afroheni me një person që do zgjojë interes të veçantë. Në punë priten ndryshime të rëndësishme që do çojnë karrierën përpara. Financat do përmirësohen fal motivimit dhe durimit tuaj. Shëndeti, kujdesuni për shpatullat dhe shpinën. Pak më shumë pushim dhe ushtrime të lehta do ndihmojnë në relaksimin e trupit. Këshilla e ditës, mos veproni në nxitim, por me qetësi dhe bindje. Çdo vendim i menduar sjell fitim. Demi. Gjatë kësaj dite do ndjeni të fuqishëm dhe të sigurt, por rrezikoni të veproni pa reflektuar mjaftueshëm. Nëse jeni në çift, impulset mund t'ju çojnë drejt gabimeve që mund të dëmtojnë marrëdhënien. Kujdes me aventurat e momentit, sepse mund të prishni diçka që është ndërtuar me dashuri dhe sakrificë. Ju beqarët do përjetoni një ditë të mbushur me energji, takime dhe emocione të reja. Në punë, përpiquni të shmangni arrogancën dhe përqendrohuni tek detyrat që keni. Nxitimi mund t'ju dëmtojë. Financat kërkojnë kujdes dhe vetëpërmbajtje, përndryshe situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Shëndeti, mund të ndiheni pak të lodhur nga tensioni nervor. Shmangni debatet dhe konsumoni më shumë fruta të freskëta. Këshilla e ditës, mos harroni se forca e vërtet qëndron në qetësi, jo në nxitim. Binjakët. Hëna do ndikoj pozitivisht dhe do ju ndihmoj të përmirësoni marrëdhëniet me familjarët dhe miqt. Nëse jeni në një lidhje, me qetësi dhe durim do arrini të zgjidhni çdo keqkuptim që ka mbetur pezull. Partneri do tregojë më shumë mirëkuptim dhe dashuri. Ju beqarët do përjetoni takime të bukura që mund të çojnë drejt një historie të veçantë dashurie. Në punë, ndikimi i Jupiterit dhe Uranit do sjellë qartësi dhe suksese të reja. Do zgjidhni probleme që dikur dukeshin të pamundura. Në aspektin financiar, mos e teproni me shpenzimet dhe mos jepni para hua shëndeti, kujdes me sistemin nervor. Merrni frym thellë, ecni në natyrë dhe shmangni stresin e tepërt. Këshilla e ditës, zgjidhjet vijnë vetëm kur mendja është e qetë dhe zemra e hapur. Daforia. Mërkuri dhe Venusi do ju sjellin fat, dashuri dhe realizim dëshirash. Do ndiheni të dashur, të respektuar dhe do prekni zemrat e të tjerëve me ndjeshmërinë tuaj. Nëse jeni në çift, dita do jetë plot emocione dhe lumturi. Për ju beqarët do ndodh diçka e bukur që mund të ndryshojë statusin tuaj më shpejt se sa e mendonin. Në punë do ju hapen shumë mundësi të reja, por është mirë të këshilloheni me njerëzit e afërt para se të merrni një vendim të madh. Financat do jenë të qëndrueshme fal kujdesit që keni treguar kohët e fundit. Shëndeti, energjia juaj do jetë e lartë, por mos e teproni me aktivitetet fizike. Dëgjoni trupin tuaj kur kërkon pushim. Këshilla e ditës, mos kini frikë të besoni tek dashuria, ajo është forca që ju ngre më lart. Luani. Sot do ndiheni të motivuar dhe plot vetbesim. Do arrini të shprehni hapur mendimet dhe të ndikoni pozitivisht në të tjerët. Marrëdhënia në çift do përmirësohet ndjeshëm fal bashkëpunimit dhe komunikimit të ndershëm. Ju beqarët duhet të tregoheni më të duruar, pasi mundësitë më të mira janë shumë pranë. Në punë do gjeni qetësi dhe do përqendroheni tek qëllimet që keni. Mos u shqetësoni për mendimet e të tjerëve, rruga juaj është e drejtë. Financat do jenë të qëndrueshme dhe do mund të bëni ndonjë shpenzim për kënaqësinë tuaj personale. Shëndeti, kujdes me stresin dhe pagjumsinë. Një mbrëmje e qetë me muzikë të lehtë do ju ndihmojë të çlodheni. Këshilla e ditës, vetbesimi është çelësi i suksesit. Mos e ulni kokën, sepse yjet janë me ju. Virgjëresha. Do tregoheni të kujdesshëm në çdo detaj dhe kjo do ju çojë drejt rezultateve të shkëlqyera. Gjithçka do ecë sipas planit.
Në çift do mbretëroj harmonia dhe mirëkuptimi. Partneri do vlerësoj përkushtimin tuaj. Ju beqarët do hasni pengesa në fillim, por këmbëngulja do shpërblehet me një lidhje të sinqertë. Në punë do jeni shembull për kolegët dhe përkushtimi juaj do të vihet re edhe nga e prorët. Mund të merrni një ofertë të rëndësishme. Në aspektin financiar, vështirësitë do jenë prezente, por kërkoni ndihmë nga njerëz me përvojë dhe do gjeni zgjidhje. Shëndeti, mos e teproni me lodhjen mendore. Gjeni kohë për pushim, meditim dhe pak natyrë. Këshilla e ditës, mos kini frikë të kërkoni ndihmë. Forca qëndron tek bashkëpunimi, jo tek vetmia. Peshorja. Mundohuni të mos nxitoheni gjatë kësaj dite, sepse një hap i pamenduar mund t'ju çojë në gabime të parikuperueshme. Merrni kohë për të analizuar çdo situatë përpara se të veproni. Nëse jeni në një lidhje, qielli i dashurisë do mbushet me re të errëta dhe në disa momente mund të ketë edhe tensione të forta. Mos ushqeni konfliktet, por tregohuni më të qetë dhe më të duruar. Ju beqarët më mirë të prisni pak më gjatë për dashurinë, sesa të hyni në një lidhje që mund të sjellë zhgënjim. Në punë, reflektimi dhe kërkimi i mendimeve nga kolegët do jetë i domosdoshëm përpara çdo vendimi. Kini kujdes nga disa persona që nuk janë aq të sinqertë sa duken. Financat do fillojnë të stabilizohen nëse vazhdoni të tregoheni të kujdesshëm. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor. Pushoni më shumë dhe shmangni debatet që ju lodhin emocionalisht. Këshilla e ditës, mos lejoni që emocionet ju udhëheqin më shumë se arsyeja. Akrepi. Sot kërkohet përkushtimi dyfisht dhe besim në aftësitë tuaja. Mos lejoni pesimizmin të ju dobësojë. Në dashuri, ruani realizmin dhe mos krijoni pritshmëri të parritshme. Nëse jeni në çift, mos e teproni me xhelozin, përndryshe situata mund të dalë nga kontrolli. Ju beqarët do keni një ditë të mbushur me pasion dhe takime që mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës suaj sentimentale. Në punë do jeni të përqendruar dhe të disiplinuar, gjë që do sjellë vlerësim nga e prorët dhe mundësi të reja. Financat do përmirësohen ndjeshëm fal menaxhimit të kujdesshëm. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore. Merrni frym thellë dhe kaloni më shumë kohë në natyrë. Këshilla e ditës, mos kini frikë të ndryshoni strategji kur rruga që ndiqni nuk jep rezultat. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do tregoheni më reflektues dhe do shmangni hapat e nxituar. Kjo qasje do ju ndihmojë të mos përballeni me zhgënjime. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë e ngrohtë dhe plot mirëkuptim. Do flisni më hapur me partnerin edhe për tema që dikur ishin të vështira. Ju beqarët duhet të jeni më të kujdesshëm me personat e rinj që takoni. Mos rrezikoni shumë, prisni që gjërat të qartësohen. Në punë do tregoni profesionalizëm dhe mençuri, duke arritur qëllime të rëndësishme. Financat do jenë më të qëndrueshme, por sërish duhet të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të kurseni pak për të ardhmen. Shëndeti, kujdesuni për ushqimin dhe mos e lini trupin pa lëvizje. Një ecje e gjatë do ndihmojë në qetësimin e mendjes. Këshilla e ditës, mençuria qëndron në durim. Mos kërkoni gjithçka menjëherë. Britsjapi. Durimi do jetë prova juaj më e madhe sot. Nëse nuk tregoheni të qetë, si në dashuri ashtu edhe në punë, rrezikoni të humbni shumë. Nëse jeni në një lidhje, do jeni më kritik ndaj partnerit, por ai mund të mos e kuptojë reagimin tuaj. Mund të lindin debate, prandaj përpiquni të ruani gjaktësinë. Ju beqarët mund të bëni deklarata të forta dhe të ndërmerrni hapa të guximshëm, por mos harroni të dëgjoni edhe zemrën e tjetrit. Në punë do jeni shembull disipline dhe do përfundoni çdo detyrë në kohë. E prorët do vlerësojnë përkushtimin tuaj. Financat kërkojnë vigjilencë dhe kujdes të vazhdueshëm. Shëndeti, kujdes me tensionin e lartë dhe lodhjen. Mos e mbingarkoni trupin me punë dhe stres. Këshilla e ditës, durimi është një virtyt që shpërblehet. Mos nxitoni drejt rezultateve. Ujori. Dita do jetë e qetë dhe e qëndrueshme.
Do kërkoni kënaqësi, por pa u hedhur në aventura të pamenduara. Nëse jeni në çift, do ndiheni të qetë dhe të sigurt pranë partnerit. Do flisni hapur dhe do përforconi lidhjen tuaj me dashuri e respekt. Ju beqarët nuk do arrini ende të gjeni personin ideal, por do shijoni shoqërinë e njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Në punë do dini si të arrini qëllimet pa bërë përpjekje të panevojshme. Do përdorni me mençuri pikat tuaja të forta. Në planin financiar, përpjekjet do japin rezultat, por stabilizimi i plot kërkon ende kohë. Shëndeti, mos e neglizhoni trupin tuaj. Pini më shumë ujë dhe shmangni mbi ngarkesën me orë të gjata pune. Këshilla e ditës, ecni ngadalë, por me siguri. Çdo hap i qëndrueshëm sjell fitore të qëndrueshme. Peshqit. Dita do jetë e qetë dhe pa shumë ambicie, por gjithsesi do jetë e kënaqshme. Do ndjeni mbështetjen e njerëzve që ju rrethojnë dhe kjo do ju jap forcë. Në dashuri do jeni të mbushur me ndjenja dhe emocionet do rrjedhin natyrshëm. Partneri do ju ofrojë ngrohtësi dhe siguri. Ju beqarët do keni mundësi për takime interesante, por angazhimet e shumta mund t'ju pengojnë t'i shfrytëzoni plotësisht. Në punë, shumë prej planeve që keni ndërtuar do fillojnë të konkretizohen, duke ju dhënë siguri dhe stabilitet. Financat do jenë të paqëndrueshme, prandaj shmangni çdo rrezik dhe menaxhoni me kujdes çdo shpenzim. Shëndeti, kujdes me lodhjen fizike. Trupi ju kërkon pushim dhe qetësi. Mos e neglizhoni gjumin. Këshilla e ditës, mos i nënvlerësoni hapat e vegjël. Edhe rruga më e gjatë fillon me një hap të vetëm. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.